shpresoj se të ne për të transformuar në ishit tjetër të radhës dhe vjetë e vitët e pjastorës dhe planet nësër ekipi i pjastorës aktivizonë të të vazhduar me Osher Arjan Kaca, Aurel Kaca, Alban Kaca, Ramil Kaca, Bektash Kaca, Edion Kaca, Gjakolli, Kovaci, Bezaj, Preci, Briti, Soku, Dushi, Korçishti, Briti, Kralje, Alpurti. Do të eksuar fakti që numrin 11 Elvis Kovaci ka luajtur të gjyrat e ekipit Korabit Peshkopis, sot luan për ekipin e Lushnjës. Jetuar trogitje për Kovaci. Orti! Haydi Prifti! Tenishi para! Hajde, bravo! Skaj! Hajde vlerë për tim dhe atë! Bravo, i! Yes, për një gurë, Come on boys, keep going! Banana, kur të prejni, tajte më njerë! Tajte më njerë! Oh no, I take girls out. Bravo! Let's go! Levis! Budka! Okej, hajde, sonja mena. Daja! Afrokti!
Seni! Jamar eza ya. Po. Jo këto patra so. Të nderuar shikues, jemi përsëri në transmetim të ndeshjes së radhës ndërmjet ekipit të diasporës dhe Dibranet e Sukfit. Ndeshja ka vazhduar, rezultati është i bardhë 0-0. Duhet të thonë që skuadra e diasporës po luan mjaft mirë ndaj ekipit të Sukfit. Kasani ishte me topin Zotrin që ka pasuar tek Gaca, por ka gabuar e ka njërin dhe është pikërisht futbollisti Zogu në numër 4, Jan Zogu. Është një rivëllë me duar në krahun e djathtë të Sukfit. Elvis Kovaci, një futbolist me përvojë që ka luajtur për disa ekipe në kategorinë e parë dhe në kategorinë e dytë. Ka luajtur edhe për ngjyrat e ekipit Korabit për Shkopis disa sezone. Megjithatë kanë futbolistë të Sukfit topin Zotrin, ka shtetësimin e Mane Kacës. Është Flor Zogu që tentoi të godas, ka ndërhyrë dhe Gojzi ishte Preqi, ai që ka ndërhyrë me kokë dhe topi i takon në portierit Shahini. Se që nga bosi i shajtë? Agish, o mirë, agish. Incidon Shahini shkëlluar këtë top, shikon për para se këta herë. Shikon të njësa të Kovacin, për është mbrojtës në numër 2, Rabika që ka mbyllur gjithstati të lënduar shokët që këtë më shleluar Kovacin, si në është Kovacin të goditur portër. Rivënja Ansole. Nuk nëziton futbolist të diasporës. Kjo në shpeci. Rryrje ka buar në parë dhe në sumë, që ishtë ndaj numër të 7, Preqi. Normal Preqi. Ndërkohë që është edhe kapiteni i skuadrës Dibranet nga Sukfi. Ishte numër 4, Jan Zogu, ai që do ta shkëlqoj goditje të Ninit. Ju lutem largoj pak të shkojmë. Janë futbollistët e diasporës tani me topin Zotrin. Tenton atje numri 11 Kovaci, për i ka ndërhyrë numri 3 i diasporës, Aurel Kaca.
ligje mo. Dhe topi takon portierit Shahini. Bravo, Kiu! Është Mane Kaca në të zotrin ka dribluar 2-3 futbollistë ka fëtë jeto preta zonës, por preta portieri Shahini. Qet. Që në kush lezët, ndrojnë e një. Është Zogu ishte pikërisht një Kaca, ai që ishte e ka mbyllur korridorin nga Çelier dhe Zogu. Zogu, në kohë të njësë atje numrin 7, Prencin, Ermal Prencin. O quna, gjini më fush pak ma mra po, që janë e këtë qërë ka. Vesh pak o bu. Është Mane Kaca, e kalon për tek numri 8. Kaca. Përsej Alban Kaca, parkon brenda zonës, tenton 14 shkëlqen Kaca, por nuk i arriti Torçeliu që të godas sportin, donë se e kanë administrim topin futbolistët e diasporës, ka gabuar për momentin, është numri 10 i tyre Prifti, Ken Prifti, dhe është bënje me duar tani për skuadrën e pranë nga Sukthie, kryet nga Zogu, Jan Zogu e ka kryer me shpejtësi. E pasim për tek Lazaj, që kërkon të njësë atje numri 13 Flori Zogu. Ka ndërhyr Mane Kaca, e ka marrë, ka dribluar një bukur, driblon dhe një tjetër, të tërë putet Zogën, ka ndërhyr atje dhe Flori Zogu, e ka marrë topin, kërkon të njësë numri 7, kapitenin e ekipit Ermal Prenci, por loja vazhdon në qënë një top atje pikërisht për Kovacin, krahun e bjarë, pasi ka ndruar këtë, nuk arriti do që ka kalto top që ishte në ofensivës, dhe ka topin e zotrin tani Kovaci, pranë të ndove që ishte numri 8 i skuadrës diasporës, Ermal Kaca, ka ndërhyrën dhe loja është ndërprerë.
topi në pozitin të Ardian Kaca që do të arrivë në lojë. Dhe një prekje topit të dorë dhe goditje të nimi, ka dhe një karton të verë për prekje të topit të dorë. Ftojmë ekipin e Soodollit të bëhet gati, ekipi i Soodollit. Ka pakuit gaz. O, Dano! O, gaz! O se ja po, njësa të përgoj! Bravo! E të bo! Ajde moj, Pristi me topin Zotrin, ka pasuar për ishte Albin Kaca për skuadrën e Diasporës, largon mbrojtja e Zotrit, që top në Ardian Kaca, e ka pasuar për tek numri 7 Alban Kaca, ka pasuar për tek Mane Kaca nga majta e sulmit, ka secilin njërin nga futbollistëve i ndërhyrë atje dhe njërin ishte numri 8 Lala, e topi ka dalë jashtë via me kufizuese të fushës në rivënje fundore që i takon portierit Shahin të skuadrës së Sulmit. Elise to sterk, go! Shkurtaj të tarë, që quhet presion psikologjik. Po më direkt. Ajta po. Rivënja anësore tani për skuadrën e Diasporës në topi në zonë trepsinisë tenton pikërisht dhe numri 14 që Zotrimi ka ulur për tokë dhe pritet që ta shkelmoj tokë. Alban Kaca, tek Mane Kaca, përsëri Alban Kaca. Mane Kaca po ndërhyjnë më parë numri 2 Lazaj.
Open është Alban, open, bravo ba. Është mbyllur pjesa e parë me rrjetat e paaprekura pasi pushimit të shkurtër do të jemi përsëri në transmetim të pjesës së dytë të kësaj pjese ndërmjet Tiranës të Sulmit dhe Diasporës. Këndruesh kurse kemi përsëri në transmetim të pjesës së dytë. Futbolistët e skuadrës së Diasporës, por largon rrezikun futbollistët e Sulmit. E ka larguar është kapiteni Preçi që ka goditur me kokë, topi ka dalë jashtë sensorë dhe kemi të bëjmë me këtë rivënje me duar tani për skuadrën e Diasporës. Është numri 3 për Diasporën, është Aurel Kaca, ai që ka kryer këtë rivënje me duar, sa të ka kryer këtë rivënje, ka tentuar atje, por ka larguar një mbrojtës me kokë, dhe hyn edhe numri 4 i skuadrës, ishte pikërisht futbollisti me numër 4 Metasani që e ka larguar topin me kokë, pasur të nga Shoketi, reakcioni rrezikshëm në portën e Sulmit, por aksioni vazhdon akoma, ndodh se ka kaluar jashtë zonës së rrëpsisë. Është Kovaci që kërkon mes 2-3 futbollistëve të kalojë, por nuk arrin dot dhe topi takon përsëri futbollistëve të Diasporës. Rrynë atje dhe numri 17 Robert Prift, ai që e largon topin për skuadrën e Sulmit, ka rryer atje dhe Kaca. Anima! Ishte Metasani që ka goditur kopën e zirë një rivënje atësore për skuadrën e Sulmit. Robert Prifti por topi përfundon drejt në duar të portierit Arjan Kaca, i cili e vendos në tokë dhe do të shpërndojë në tokë.
Diaspora 0 dhe Sultrin 0. Hajde bash tu për ta bash kësaj për dushku. Mi po dushku e bota fa. Hajde Alti. Pošlo! Oliza! Am uno già rezoluzzi! Oliza! Prego! Goditje ndalimi tani për skuadrën e Sultit, e top për Edazonës, por gojnë Diasporës, është pikërisht numri 15 i këtyre që e ka shkëpuar të topë, duke larguar rrezikun ishte Arsen. Bravo kujdesi! Hajde Gjesi! Potreni giù, Jordi! O no, idoj më një top. Potreni giù! Teksa si pa diçku. Koçok, Ozgara, na bie niko një në ujnë e tiza ka. Shalek, no. Normal. Bravo, Luja! Hoppe, Jenny! Futbolistët e Diasporës, është pikërisht numri 8 Diasporës, ekipi Diasporës kalon në avantazh.
Roshin, do largohet Rupin Medasan, jashtë Jan Kaca, Zavet Erpin Medasani. Janë futbolistët e Sofri tani në topin Zotrin, është Lala. Largojnë qendërrojtësi dhe kapiteni i ekipit Rami Kaca, gjatë këngu Lala mes dy futbolistëve, është dhe Mane Kaca. Largojnë futbolistët e Diasporës, që udhëhecin 1-0, ishte pikërisht numri 10 Kaca që në top predazorë, ka larguar Sofri Rivanja Anzore tani për skuadrën e Sofrit është kryer kjo rivanje dhe përsëritje të rivanje pasi topi është goditur dhe nga numri 15 Sen Kaca. Të pancuar është Senusi i Sofrit Kovaci, që pret ndonjë top nga shokët e tij, megjithatë janë ata të Diasporës që e kanë topin Zotrin, ishte në ndërhyrje kapiteni Pervis Benzi, por gjyqtari thotë gjithçka është në rregull, kërkohet që futbollisti tani ka rënë gjyqtari. Godini për Diasporën. Berti, si ka Berti. Si ka Berti. Alban! Drapën të hurë! Goditje dënimi tani për skuadrën e Diasporës, pra topi është numri 8 Alban Kaca. Alban, restret! Të top. Godet Alban Kaca, tokasi pret grushton në vështirësi portieri Shahini dhe goditje këndi për skuadrën e Diasporës, është në vit i tyre që ka vajtur për të Elvin Kaca, e që të të shkërkoj të goditje këndi. Ndërkohë të gjithë futbollistët tonë në zonën e rrepsisë të portierit Shahini. Ka sinjalizuar me kryesori, ka Doja, dhe topin e nisi është numri 7 Mane Kaca mes dy futbollistëve dhe topi. Ani shikojmë se me çfarë rivanja Anzore, si duket për skuadrën e Sofrit, akoma nuk është kryer kjo rivanje.
është për ekipin e Tiraspolës. Attenzione al zone! Kaprenci, kapiteni ekipit ka kryer marrin futbollistë e Tiraspolës është pikërisht numri 5 Kaca, ka ftuar dhe numri 3 vjes fundore. Dhe dy sënë ka bllokuar rrugën. Ju lutem shoferit të kësaj makine hap rrugën. Vazhdon aksioni, është numri 3 i Spartak. Çfarë foli momentat u fol? Ne u çesa sa por,
Kërë dhe ekipën nga sporën dhe instruktit që ndarë në parazimë dhe të një të gjurë në një metër për të shpallur ekipi fitus. Shpallur topit është numri 7 i diasporës Mare Kasa për balë për të Shahini. Lërë Bru, Shikon, Lërë Bru, Lërë Bru, numri 8 Dara për balë për Arjan Kasa. Kryesori Shqiptarimi, Kodet Dara. Kasa për balë për Shahini. Amazur për specializimi i gjyshtari, Kodet gol Kasanova. Futbolistin nga numër 3 i ekipit Surti është Bushi për balë Arjan Kasës. Kodet Movilet në shkëtësen Kasa. Përbalë portieri Shahini. Në është balapakë 33. Në përshën dhe në rejdupinë në 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 Kodet shkëtësen Kasa. Ujkan Zogu Jan Zogu të përdasë Këndi të balka portieri Arjan Kasa. Numri 3, Aurel Kasa, portieri për Shahini.
Godas përfaqësues të Shahini. Jo, anonimi. Po e boni ti ju, të shi ka maru. Është e festa që, e festa. Kovacic. Edin Kovacic, përfaqësi Argentinaci. Kovacic.